Ndërkohë ti mundohesh tani të mësosh njerëz të tjerë me të njëjtat mësime të cilat ty të kanë mësuar dhe me të njëjtën forcë. A shikon që tek vajzat atë padëshirën për të qenë si djem, domethënë për të thënë që këto janë sportet e rënda, të vështirësojnë feminilitetin, apo i thua që vazhdo, hidhuni, nuk ka për djem e për vajza, është? Unë mundohem që jo me u bo vajzat kopje të djemve, ose jo me u bo djem, po i ku mësu edhe i mësoj gjithmonë që ju duhet me qenë vajzat të forta. Edhe nuk ka nevojë më thonë dikush jeni si djem, edhe qenë ke fortë si burr, po ti qenë ke një vajzë shumë e fortë, edhe një grua shumë e fortë. Edhe ku më thonë gjithmonë i mësoj që ato me qenë sinonimi një grus shumë të fortë. Edhe po ashtu edhe djem se kam boksira të ri shumë, edhe ata i mësoj që me qenë burrat shumë të fortë edhe burrat që kam u krenu vendi edhe shteti me ta. Pavarësisht që ju shtroj boks, unë mundohem me ja mbjell në zemër edhe në kokë atë dashurinë, edhe që ata mos më dorëzu asnjëherë, që ata me qenë krenari e vendit, edhe kur të rritën në gjithë frymën e besoj që çfarë do profesioni që të bojnë ata, s'kan me haru obligimet që i kanë ndaj vendit tonë. Disa e bukur është unë ndjej që në Kosovë flitet më shumë për atë dashurinë, flitet më shumë për patriotizmin. Në Shqipëri nuk flitet, koha ka bërë të vetën dhe është fatkeqësi në fakt, sepse nëse nuk e edukon dikë me dashurinë për atë dheun, ai do ta lëri atë dheun. Do ta lëri dhe sa më shumë ta lën, aq më i dobët është atë dheu. Ndërkohë që vjen dita që ti ke nevojë për të, po ai s'është më. Kështu që më pëlqen fakti që të mos kesh turp nga atë dashuria, përkundrazi të kesh nevojë për të flasësh në emër të saj. Është e rëndësishme. Patjetër, unë mendoj që ndoshta nuk është koha tani më vetëm me këngë me mu tregu atë detarët. Edhe me u tregu adetar vetëm në për tavolina, mendoj që adetar janë njerëzit që punojnë me të vërtet, edhe që kapin stafetën edhe hesin në drejtim të suksesit tyne me ta për atë dashuri. Nuk ka lidhje, a është në sport, a është në ekonomi, në biznes, a është në art, në kulturë, na po shohim arti dhe kultura sa mina prezentojnë, sporti është ambasadori më i mirë i shtetit tonë edhe ka tregu me vite që është kështu. Po me rëndësi është që çka do që të bëjmë i copë suksesit jetës tonë, patjetër që duhet me i përket atë dheut, i përket vendit, nuk duhet me haru asnjëherë që një pjesë e kontributit tonë për çka do që na jep Zoti për të suksesin jetë, na duhet me ndajt me vendin tonë gjithmonë. Sa bukur e dashur Marigona Beadini. Ky mbiemër është dhënë prej ardhi, është nga Tetova e familjes, të ardhur? Po, nga Shqipkovica, fati Shqipkovic. Gjyshi jam fati Shqipkovic, babi në Tetovë, edhe pastaj kanë ardhur në Prishtinë si shkak i shkollimit, se gjyshi edhe gjysha kanë dashur me i shkollu edhe hallat edhe babin. E në atë kohë ka qenë pak e pamundshme në mentalitetin e Tetovës, po flas para 50 viteve. Kështu që gjyshi edhe gjysha kanë ardhur në Prishtinë, kanë bler shtëpi me jetu edhe me i shkollu fëmijët. Edhe kanë arrit qëllimin e tyne. Tamam, kush e di sa krenar janë ata, realizuan qëllimin. Po, janë shumë krenar. Janë krenar tash edhe me neve, nipave, edhe na jemi krenar shumë me ta. Vetëm kjo është e bukur, se si njerëzit qarkulluan midis visteve të tyre. Do të thonë, ti s'kishe mundësi shkollohesh, e vije në Prishtinë, aty kishe universitet. Arbën Xhaferi ka një histori të ngjashme që ka ardhur gjithashtu. Por historia e neve që rrotullohemi në trojet tona, pa i braktisur. Mundohem të shkojmë diku, po pa i braktisur. Tani është bërë disi më e vështirë, kam përshtypjen. Bota është më globale dhe njerëzit mendojnë si ti ikim. Patjetër. Unë e thash, nga dhe që të shkojmë ne, çka do që të bojmë, pavarësisht suksesit, na duhet me ja dediku shumë një pjesë këgjatë mirë edhe atë dhejut edhe vendit tonë. Se nuk mundemi që shkojmë, për shembull, dhe të emigrojmë edhe farë të suksesi ose të mire që kemi atje,
mos ta ndaj me vendin. Kur them me nda me vendin është që me promovu vendin, prej të mirave tua me ardhë në vendin tënë me investu,